hapet. Ama nuk pa jo shko njerë. Ju nuk e dini se si bohen muçkat, duket s'keni ngju hala për çuçkat. I am the man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. Mirë mbrëma, telespektator të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 16 të Natcastit po çuçkat. Mirë mbrëma një telespektator të nderuar, faleminderit për mbështetjen, faleminderit që ndani kohët na shikoni neve dhe mos harroni të na bëni subscribe në YouTube. Po ashtu, mos harroni të na bëni follow në Instagram, TikTok dhe në Facebook. Se mu më kamet gitarja në dorë. Për të gjithë ju Që po na shikoni, jipni në YouTube, subscribe na bëni. Për të gjithë ju, të dashur miq, që ju mërzitet, ti qilni ato tabat YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Qilni një tab çuçkat.dale.mk dhe aty gjeni gjitha informatat për ne. Ta rregullojmë paket punën këtu. Lili, Po urno? ti ke pas kënu mirë më ja. si bilbil more. Çfarë dështyri ta këndosh atë këngë? Po, pasi që sot e kemi sponsor Kentucky Fried Chicken, edhe mu kujtua teksti i këngës Kentucky. Oh brother, where art thou? Oh, Kentucky. Po. Se Kentucky na ka pru do qish pule jon këta? Pula dërzhave. Na ka Pul pru dërzhave. kam do pula dërzhave. Mund t'jene në private. E ne ka një sos shumë fort. Sos hudra. Sos hudre. Po, Sa bashkuda? kjo o sos i lezetshët. Përpos asaj, e ne është një sos që hikin vampirat për kësaj. Lje vampirat, e ne gruja i kam për kësaj. Me po s'ka lidhje. Ne nuk kursem hiq. E ne hajmë me rache. Te ishe më jashtë gisht atoj. Nuk që ngishta njerëzish ata. Përshëndesim KFC-n në Tetov, Kentucky Fried Chicken, po e në Shkup. Më ma afër e kina ne këtu Tetovën. Kush do të hane kështu Kentucky Fried Chicken, mund shkone të hane ke Palma Malli, nëse nuk jam gabim. Kentucky, the place where he Was born and raised. Taraptish. Të të mëtish, nderimet tona. për këto hudrat që i përmend për të mirë, po, sot është ajo, petok trinasti. Po, dita jem është. Qëtë i vampiri? No, vëlla, mislimon një mune. Të ti shalvamat. Ha? Më je vampir? Lila se më thkeve mas ta i ti mu me atë kojnën që i këndove, ti ke pas kënu mirë, mërga, e ke pas kënu këtë kojnën e ka 2012-2013. O, është e vërtet? Bile ke edhe të regjistruar. Po e kam në YouTube. Ka me gitarën ku është me një vend me një shishirë ashtu si. Si ka oj, si Lucky Luke. Country, ashtu. Sagi Baden Boys. Pse nuk e bën publike prapat video? Po, se kina pas Prioritet. prioritet ta bëjmë atë, se unë nuk jam për ndryshe një pevaç ose këngëtar, Ti je një afarist. jam një afarist, kështu që ajo kishte mbet mas dore mendoj, po po nëse shpresoj se regjia të de lancojsh këtë single-in në erarës. Duhet të mape izëm ki, se aje kanë kanalat. Po, Ke pa kanali, qetë, Apo pin kanal, dhe që nuk Kena rënë kanal, mund të rilancojmë, ke pa kanali problem. quqkave. pa Pa problem. hiç. probleme, hiç mund të rilancohet. Shëve ju, kur keni qonë të ri, keni pas kënu mirë. Keni bo goxha ca inovacione. Boshim me Lila, tu lexoja me me qera kur lapi ishim tri. i Golden Eagle.
Ta lagim pak feti so. Ja taj lat më kësho. Pa më qel. Respekt. Që unë gjemava arkivin shtetëror e në gjeta një pas shumë interesant. I cili daton më Vetëm datë... dhe niset në diçka kësho. Jo. Çish ka gjemo? Se kina qënë tri me ndoshta kina gabuar dhe niset në Ky diçka. post daton më datë 20 mars 2013. Sërish vjen marsi. Sërish vjen marsi, për ne marsi është muaj domethënës. Se ne E në podcastin, Dhe me thonë nuk ka pas Fajlir Shaqiri që ka qitat këngë. Nuk, ama interesant e ne, po. Urdhoni Me regjim? 20 mars të vitit 2013 posti është nga ju zotri Adis Ismaili. Të nderuar miq dhe vetëm të dashur miq. Më lejoni që para jush të shpreh iniciativën entuziaste dhe euforike të formimit të një strukture të re politike për një të ardhme më të mirë. Ky subjekt i ri politik i cili ka për qëllim dhe detyrë ndryshimin e situatës momentale nga ajo depresive dhe monotone në atë atraktive dhe përparimtare. Themelet e kësaj partie i hodhi një qytetar afarist, njëkohësisht një tregtar i suksesshëm zotri Halil Jakupi. Po si. Me ndihmën e dy njerëzve me ide të fuqishme dhe shumë influencë në qytet, zotri Adis Ismaili dhe zotri Hajdar Hajdari. Respekte për ne. Pra edhe njerë, ju lusim për përkrajen tuaj në këto fillime të vështira. E në sana kam përkra. Të gjithë ata që duan të na përkrajnë dhe mendojnë se ne jemi zgjidhja e duhur, le ta shprehim përkratjen e tyre nëpërmjet butonit like. Që sa kemi kërkuar? Ne ka një like kemi kërkuar. Po. Qef sa modest kina qënë me vaka të regjia. Modest kina qenë, ama ka met vetëm status ki më abjetim, duket se. Po status be, më dëshë partit bëshë të betë. Balle unë atëherës kësho kur e nejse ma të euforish ki i pan filma me një moment. S'ke diptoa. Se no, vëlla e masha shpej kësho, ku shkësha ke shpeja, mendojsha si dhe ishte, në nejmë baba im thujnë se gjalin e kom kryetar komune. Sollët thujnë jom gjali kryetarit komunës. Mera atër isha i ri. Bile të kishe në një ide shumë kreative në atë kohë, kur thëshe kur do martohem, kur do bëj gjallë, gjevëndë gjallit tem një gostivar. Po, e vërtet është. O pse? Që kur dhe e pesin babe kujt, okay? Do thujnë babe gostivarit. E kisha këtë ide. Me thonë kush jetë unë një malili, babe gostivarit. Po, e kom pas këtë ide. E ke pas me Ide vërtet. ka pas një mos marrëveshje me kërgjo, ama e kom pas si ide, po, ama nuk m'lan ta vëndoj emrin. Nuk t'lan, po, ha? nuk se pejta, ku shkova ke në qendër si jo, shko për t'i vëndoj emrat atë, i moten listi, i cove, ku. Nuk m'lan ta vëndoj, nuk mundesh të vëndosh emër qytetit Maqedoni nëse je në Maqedoni. Aha, respekt. Nuk m'lan rezilat, nuk m'lan buen babe gostivarit. Themi prap ke partia. Pika ideja atëherë e kësaj partia jon. Partia jon, bile... Partia jonë. Ne kina qënë kafe regjia sa e maj mentu. Po, në moto ja është shumë interesant. Po. E partije, se e kimi në moto. E ne kishim ideja inovative. Ditë e re, në fak e re. Moto ja, është Ja, po. Po normal. Do me thonë shef sa kreativ kina qënë, sa pozitiv kina shfaq një entuziazm të moth ndaj qytetarve atëherë si sa vjeçar kina qënë? Nëse jo, 2013 unë e kam qenë 23 vjeçar. E në unë që atë i kom qënë me 23. Te sa vjeçar kina? 15-16 Niste di kom pas unë 2013. Po si. Mosha ma e me ndinjo. Çu bolila me ketë? Se te si kryetar partije, se te... Fal pak se të ndërpres. Kjo është e vakët zgjedhjesh më duket se. Po. E ne pjati u frimzon. E ne pjati lindi. Zgjedhje komunale ka pas, nëse Po bile ka qenë herë e parë unë që kom voton nëse s'jom gabim. Ju për ju se dja, ma 2013 unë mduket se herën e parë e përdora e të drejtën e votës. Nëse. E ke qonë në vend të duhur. Mu thafshin duar. Kanë qenë zgjedhje komunale. Urdhoni shoku kryetar. Që ishte të thom kryetari. Qishe pejtë regjia. Pse parti, jemi frimzopi fushatës.
Nëse nuk gabojnë në shtajkimin I farfushate, se ka tetari prap Po, ka zjedhje. katetari, po, dhe të lëvejtet po puna. Dhe to le tollovetet me lap, tollove është këto puna, pse më tollovetet puna? Pse parti? Kom pas qef, nuk se s'kom pas qef, është e vërtet, kom dash t'jem një kandidat I panvarur kështu në qytet, I panvarur. I panvarur, kështu hiç uopšte, pas një parti, pas një sen, thjesht për krahjen e popullit e ne, se di vëlla, unë kom synimet vunejf njerëzve, A mendon se dhe ta kështë fito besimin e qytetarëve? mendoj se po, Provo e fatin, që kuj. nuk e provoj fati, nuk e provoj fati, Partien e kien letër ama atë. mendoj se po, kështu, nuk da gufem se dhe kisha fito, se dhe kisha bë, se dhe kisha thkjama, krugun e dit dhe kisha shku. Ke krugu dit është që Varet koalicionimet si dhe kështë bo, Shef ma. taj, se këtu ka dalek, se kimi Adisi ka gogja eksperiencë politikë. Po, ka qenë këshilltari Po, kom qonë një 4 vjetë. komunistit. Shumë I keqë ki, regjia. Ju lutem. Te Dhe më shpo. si njeri me eksperiencë politikë, a mendon se ki dhe ta kështë ka përcej pragun? Une mendoj se ki dhe ta kishte ka përcej pragut, nuk e ditë se dhe në prag, ama njënin prag dhe ta kishte ka përcej, dhe ta kishte fitohu besimin e popullit. Sa potpisa duhet që dalish kandidat për kryetar komune? Mam qolla mu që kuj ki e Fal. politiqari. Po, mendoj se mbi 800 në shkrime duhet ti mbledhish. 800 më tepër. 801. 801, no, pi 800. Te me mor 800 potpisa, ne mund 800 në shkrime, ti mund morishin e 10.000. Mund morishin e... 10.000 te bësh kryetar komune, nuk... Po, kujtin të e kallën situatën, premton atë I jep gas mejrën e dalin njerëzit, si në protest. Në vjen njerë ta shpallim kandidaturën. E ke vendos, a? Për ta shpall kandidaturën dohen 801 nënshkrim, mbi 800. Easy. Po. Bohesh ka punë. Mendon se mundi Mendojsha se mbaro 800. Nesër. Si be nesër. Nesër, vëlla, ke diqani, e shkruaj një letër, du të bëhem kryetar komune, ka një potpis, që këto tu ka përcej njerëzit. Valle bilebne. Ka dale pak se 800 vet duhet ngrenë në vintët në shkrujnë. Mare ngrenë diaspora! Oh. Fix vaget e kje, mund ta shpallish kandidaturën. Mendohe djerë. 25 e mujt, 7 fullt, 800 vetëm. Më nuk e di afatet si janë. Si do që tjetë, din? Ka vakët. Ka vakët, po, ka vakët, Po, ka vakët, mendoj u mejrë Kam njëherë. dëshirë ti hapin si... Interes në mondet, me 800 mondet kandidosh, nuk qënë ka problem me ndë. Po, ama mra pa votat që të ti mbledhish. Li votat, haj, ta marish iniciativën. A be iniciativa nuk ta hej don ta marr. Po, ta jo koha e dur. E në pak të mrejtën collët e vogël i ko mo. Po te pse pikërisht pse ke collët e vogël ti duhet të sigurosh të ardhmen aty. Po si? No, për atë qëllim ne. Nuk kandidojmë. Si? Për collët e huj, nëse kandidoj dhe Për kandidoj. collët e huj hejnën e toj, çote. Po, e net mejt të kjetë atë, ama mendoj se herët është një herë. E kap, Alas kena lidh koc. do me thonë, Duhet trashe me një 5 kish. nëse ti mendon se mund të kandidosh, mund ta kapërcysh pragun. Cëllën pragun e shtatzanis ose... Me 800 ka përce. Pragun ta e garantoj. krugut dit. Te rrethin e ditë bes... Me erethin e dit, te e kap fukarallëkun kështu, e bën top, e ne vole. Po si? Ka. O hipen... Kështë Bosh, zë... pjesë e pazarlëkut bosh, pasi. Pa, dhe sot me telefonin. Ma pa pazar din të bëne shumë jegëra, në ke pazari. Po, tregtari o mund, mendoj. Do me thonë seriozisht e ke kap këtë muhabet Alila, si kësho Ta i na treme. Tu qel, se u qel, u qel, se u qel muhabetin e qel, muhadis që. Që kur tha 800 ju interes në mu duk. Valle, 800 vota, kësho potpisa meren. Pa veti, ke marrë, sa followers në Instagram? Po 40.000 e 4300. 40.400 momentalisht. I ka. 500. Dhe që që peshin. datimve të nënshkruaj? Bubona kryetar komune. Urime, pa. bënja urime. Faleminderit shumë. Urime kryetar, Faleminderit. urime. Faleminderit. Zoti kryetar, Hajde. Qovim që në gjenja. dhe me thonë, kandidatura u shpall. Supozojmë. Supozojmë se te e ke shpall dhe ke marrë besimin e qytetarëve. Okej. Si dhe e zhvillosh kampanjen, më interesant. A dhe ndrysh këtë moton ditë e rena, Merë, pak e thot rea, njeriu. dhe më bësh moto tjetër. Po duhet gjojmë një PR një herë. PR-in vetë dhe ta gjasht. Po.
Dhe gjojmë PR-in. PR-in e gjena, ki e pare ta paguish. S'kom. Po si do dalish? Dhe dale dhe njëri që do pagune. Dale për te dhe një? Si nuk për mu, për se cëllin dali. Ai që del të të pagu e PR-in, Ma pa... Ta jek sakallin, ma pa... Ma te do t'ja bësh PR-in 4 vjetë ati. Unë nuk jom i njofshet në këto suaza. Ujta të thella, unë s'kom notuar. Nuk e notuar në ujrat politike. Am kupton. Po? Mendoj se dhe kisha dalë me papare. Pa pare. La piqë këto dhe kisha bo atë kampanjën. Te ma pak, duhet një 100.000 koke kështu ti kisht palto të hazër për të nisë startin. Sikom. Pater bin uj së mbosh kryetar komune me nuk pas pare. Po, vlla. Është e vërtet kjo? Shumë e vërtet, ajo. Mi hop një ondrat ju muët Shtë të thomë me 10.000 euro së mbosh kryetar komune dhe një sen. Boni me dhe një gjo. Kryetar ke shpeja së mbosh me 10.000 euro. Me 10.000 euro kryetar, djege zumë. Më e dhe njëri, i djege së mbosh. Në bo, mendoj se, për vërtet qish duhen ato pare ti që të bosh 100.000 euro, për qish duhen? Që vetë do në të t'kallëzhe. Kalzom se te i e ma in për këtë gjoja. Do t'kallëzhe, duhet të njerë fushat, bësh një muj. Qish pare fugën? Nuk fugën be pare, po duhet ma i shtubime njëherë. Ato kitë qënë ato skenat, ke pa ato skenat të mdhujena për tubime? Ato kitë paguën. Ato kitë, për shembull, dhe bësh flajera, sende, po dhe qeli shtabe me Halilin, për mendo. Ato kitë, për shembull, shtabe, duhet... Qiraja ka një mujt. Qiraja kanë ato një mujt, ti Nuk i qiraja. bojnë ato budala veç. Po si ti mbledhish njerëzit. Më dhe zhvilloj Belan center, si në vaktin e perandoris romake, dhe da në center atë, dhe mbledh një grup njerëzit e dhe pistoj, Milet! Dumi qputoni pi Zullumit! Votom një mua! Ashtu. O Lilave duhet pare, se duhet i mbledhish njerëzit, duhet pika organizative, Ka strategjia jo po në vlla? Qi strategjia ka? Strategjive duhet bësh material propagandistik, duhet në qizësh video, duhet reklam, ti bësh vetës. Me një laf. Bile në televizi do të dalisht, a din sa kushton sekondin televizion i Sekondi? Po, votoni për mua. Po si? A din sa kushton? Sa kushton? 200 euro sekondi minimum e ki. 200 euro sekondi? 200 sekund. Nëse s'ki e pare, do të dalin reklamat si ato të apotekave. Vaqet farmaceut. Farmacistruj. Lila pa pare asë një sensën bësh. Kur zhovla jem, duhet të anë të pejnë ato aktivistët, ato që të garesin për te. Se di, kenej në mësone të bëjmë kësho pa para, me pare, faktikisht a monde e kisha bo fushatën pa pare. Pa pare? Mufte. Si dhe kisha bo pa pare, me vla nuk dhe kisha qitë reklama në televizion, Facebook dhe kisha qitë reklama. Pa pare që në Facebook reklama. Ki mendon se kryetar komune mund buhet pa pare? Po. Qom gabimi. Unë mendoj se mundet. Okej, hajde kësho dhe ta bëjmë. Që unë e kom dalë ke muhala, e në ti ke dalë me tajfën tëndet, më edhish vota ke muhala jem. Keni dalë ju kitë grupi, e në më takoni mu para dere. Unë jom kandidati. Te je kandidati, po. I kom mor ato servilat, qanak dhe pinsit. Me vetë. Shumë i egar. Shumë i egar je. Nejse, qem ke takomu ke para deres në muhala ti, e në te mu duhet të mbindish të ma marish votën, më takon mu, në dalë ati, rasisht. Hajde te mu. Mirë dita, zotri Ismaili. Mirë dita. Si jeni? A jeni mirë? Mirë falenderit, mirë. Si kaloni? Mirë që ju hodhëm do mbeturina këtu në të shporta. Ju si kaloni, e një mirë? Bukur mrekullushëm, a i morin me turinat? Po, i morin. I morin? E ne dhe ti morin. Po është si ju mendoni? E ne dhe ti morim kur dhe vim komun, se unë e kom shpal kandidaturën time për kryetar komune. Po, e pashpak, mora vesh. Po e pa pare, se ka qitë televizi. E ka pa. E mora vesh. Facebook qita statusun. Internet e kanë qitë. Internet në kanë qitë. E shpallëm kandidaturën ne. Po urime. Me ndihmën e shokve. Urime shumë. Ne dum që tipim komun ta uthjeqim komunën, se mo u bezdisam. U bezdisat ma. U bezdisam. Po merë urime, përgëzoj për iniciativën. Po e presim për krahjen tuaj familjarisht kësho.
Për krajen time e pak mallomorgen atë. Se zotri Ismaili? Nuk përzihem unë ka politika, s'kom qef me partia, kështu me... Taj, duhet ta përdorni drejtën e votës, nëse së votoni Nuk kom mua, qef. së ndë votoni. Nuk kom qef përzihem unë se s'përzihem. Qështu, po unë nuk kom qef përzihem me një Ma laf. te nuk ke qef përziesh, aj nuk ka qef përziesh, pika dalin 20-30.000 votë. Nuk përzijeni ju, ama votat dalin të. Nuk kom qef me politik të merem, o Nuk inderot. të mereni me politik, i respektoj. Atë vota me do. Votën tuaj, po. Bilet familjarisht, muhallërisht, kështu, komplet. Nuk ina kështu. Do me thonë, kontaktoni këtë gjithë ata që keni influencë, ishi është mirë t'i bindni ka pak. Ti bidni ka pak, se unë për ndreshe nuk jom sekretar atje. Po si jeti? Unë jom pastor. Pastor? Pastor. Kitë pastor janë zërë. Ulaj në sabah. Une. Kitë pastor janë, kitë latë janë fushat. E di këtë pastor, mund t'i jesh sa dush, po me vërtet kuptam nuk kam qef të përzihem, nuk kam nevoj për politik. Po, hajbe të t'pes unë të një gjokë. Urdhno. A, kesos fakultet të me shumë. Po, drejtsin e kam baruar. A jeni në punë? Po, në bank punoj. Bravo. Faleminderit. A mund Gjithsa të me- marrish kredit? A mund të nefish për një kredit për ta shpallun, ta bëj me pare kandidaturën, se pa pare problem. Nuk e di do të... Shaka. Po, Sa më po njete. po, jom, po, në Po punoj. shoqja, qish ka sos fakultet? Ajo ka sos ekonomin. A është në punë, ajo? Po, ajo është në punë. Po. Vllai, E në vllai është stomatolog. komshilarët a i kjen punë bëshu. Nuk e di shkopeti, zot në kandidat. Qish të thëmë, po të qish dhe kishe pas qef pi budu që i kryetarit komunës të tregullone të edhe një punë që nuk i e knaqët pi... E për shifë, Ufecis. nuk ka se nuk jam i knaqët, nuk, s'kom dhe një kësho dhe një kërkes, po kom një problem. Ha? Kom një problem në gjyq me Frank Sinatra. Me Frank Sinatra? Nuk është problem, nuk është Sinatra. problem. Unë e kret estradën e Anglisë e në Itali si kom shok. Ashtu? Mik shpej e na. Ashtu? E na ato veshin qorapet bardha kështu si une. Si dhe ja. Si me ndonte? Kjo një kase modhe, kështu se kitë topi Amerike janë. Dhe me ke njefki. Njifen si qorap bardit. Kanë një grup WhatsApp, të qora bat. Së është problem, zotri Ismaili, ne mund të ta regulojmë atë problem. Lijat më betë, kitë shumë vetë më kam premto për këtë pona, më nastani nuk i ka dal një në qësh. Ju, vetëmja gjotë që duhet na boni ju neve, është na mbështetni me vota. Për ne, Mbasi të fitojmë ne zgjedhjet komunale, dhe vë mbështesim e ne juve. Ke Frank Sinatra. Që ka që duhet? ashtu, Po. Në me thonë, mbështetja reciproke. reciproke ti, ta? Besu e shmëria, statistikisht 100% është kene, se ala 0, nuk i kina ne faskujt, ama synojmë, ndihmojmë ma ty që. Po mirë. Ka dëshirëve kojshit aprovoj njëri. Me qenë se i e sefte kështu, ndoshta, hajde dhe bisedoj, dhe Bistro takohemi kështu, prap. për herë të pak kështu, streqa. Dhe takohemi prap, dhe folim, dhe... Ej, na malafit. E shif, nuk mund të ta jap fjalën une se duhet të konsultohem me familjen, duhet të... E po e non, së të ndihmoj ke sudi, atë. Ama si tash... E po tash, si tash? Ama Si ti mund të tash? snon, po se nuk ka drejt kjo, po ku janë të drejtat e njeriut? Bruxelles, Strasbourg ka gjë. Që shkërkon të ngostivar drejtat e njëri. Te që spërzihesh me politik, te. Don drejta. Linja këtë ma I kanë vetë, Nuk merret kështu vota, No, Ragji. te Lila nuk merret je kështu. për vota. Ti urinovsha këpute. I kanë dhe. Da mund Pas ke qenë bastard? Nak lëpirës. Te ne që lëpirës. Lila, votat nuk merren kështu. Na. Linja këtë ma betë. Kjo Nije këtë mënyra biznis. si unë s'di kisha marrë vota. Po vlla, unë dhe kisha thona dë më votojsh anok, o vlla. Du ta drejtoj, që këtë që nuk ka drejt. Si dhe drejtoj. Shtu, kitë belaja o këto, si dhe drejtoj. Do isha mundoh, nuk dhe ta plafin se dhe drejtoj, dhe isha mundoh ta drejtoj. Po kitë mundohë me vlla? Po taj unë dhe isha mundoh ndryshe, pa pare, nuk me pare. Në, s'bohet kjo po. Bohet kjo.
E mshelim këtu, te më gabot kërkosh në shkrime, nuk je për këtë punë. E lojmë. Vërtet, ke pas dhe njerë post, dhe udhëheqjes shumë. Unë e kom pas post udhëheqjes. Mendoj nuk udhëheqjes, po isha sektorin privat ke shkolla fillore mesme. Kom qenë argëtar, 200 vjet. Argëtar. Po, shkollën fillore dhe shkollën mesme kom qenë argëtar. Bile, vitin e tret nëse nuk jom gabim, kom qenë në kryetar klase, ama një muj. Pse? Po, thamë se hajde e bëjnë Alilin kryetar klase, i shpallëm votimet, 43 veta ishim klasë, masiv në i shkolla, 42 vota mora ke klasa, u bona kryetar komune. Mirë po, Kryetar komunë. komuna ishte klasa për ne atërë. Pi atë i nejsën gjithë shka. I fitove zgjedhjet binqëm. I fitova zgjedhjet binqëm. Që 99% Si shkoj mandati? vota. Mandati katastrofë. Zbeson poplive, t'len Gjim Stodën. Pse s'u bëhem unë kryetar komune, shtetet diftoj unë te. Kisha një shoq klase, kishte një profesor që i zëvendësoheshte atë orë, nuk ishte, është një profesor tjetër. E një shoku klasës tim, i fugim shkum, s'ke drase e zjes, e nëpse ishte jeshilt ajo drasa. E na profi u nervozoh. E fkati kujdestarin e klasës, nën drejtorin e shkollës, e ne tha kush e boni, kush se boni, kush e han, ajde kush o kryetari klasës. E ne kur pan mu se than Alili o kryetari klasës, shak, një erballit. Kush qon ka kryetari klasës. Pa sinkronizohet. Shak. Kush e boni, thash, unë nuk kallzoj. Kush e boni. Te ke mbrojt interesin e qytetarit. Po, t'lutem. Ai tha, ja dhe kallzosh, ja dhe të shkarkojmë pi detyrës. Une insistova, nuk kallzova, ene mu më shkarkon mi morën kompetenca. Pi kryetar klase përsëri u degradova në argëtar. Po, ene mbet argëtar se jeta. Që kjo ka qenë E kush u bo, si rezultati kësaj, kush u bo kundër kryetar? kandidati, ai që nuk kishte legitimitet. Me një vot. E përshëndes shoqin e klasës, Edinaj, zotri Zeqiraj. Respekt. Legendo. Që Lila, unë mendoj se te për kryetar komune nuk i e. E në unë mendoj është. Ama deputetin e qanë. Bile Mendoj se ti dhe ishe deputeti më i zëshëm në parlament. Ma i keq që pikite. Dhe jo vetëm. Më thonë nuk dhe kishte deputet që do t'i dilte karshi. Bollejca në pjas. Lila, që mendim ke? Se di, nuk kom qatë zonin e noltë unë e dva pjas veshët. Nuk e kje zonin e nolt, i notin e kje të nolt. E në gojen e kje. Ka shikir zotit, e kina që qatë zonin e kina. Pra ne unë mendoj se te për deputet mund Me mendohet. biva, Shëve se mund t'kjetën e zgjedhjet parakoshme, a? mund të kandidojmë, për sa vota duhet për deputet? Kallëm. Për deputet duhet të futesh sa- në analet e partisë. Deputet së ndali shatë shkollaj. Pse? Qish duhet për deputet? 7.000 koke duhet t'i kjesh. Vota. Pse? Si pse? Po si këtë kandidon me 800 vota për kryetar? Post majnort ose kryetari komunës deputeti? Zëri populli tjeti. Të je zëri i vetëm i qytetarëve. Kupton? Jo folëm betej. Te e përfaqësuesi i popullit. Po si? Pa e ne ke komuna te je Nuk përfaqësuesi je i popullit? udhëheqës si. Udhëheqës Dallimi si, jo se ke komuna te udhëheq. Po si? I kap ato në i çon ka don te. Deputet ti duhet ta shprehish nevojën e qytetarëve në atje ku duhet. Unë prezentoj 7.000 vota si di morë unë, 7.000, i prezentoj në parlament atë ke. Kërkesat e 7.000 Big Brother. Bravo, Big Brother VIP, Big Brother VIP Macedonia. Te i e zëri i 7-8-10.000 qytetarëve, vend që shkojnë ato 10.000 që të folin, të kanë zgjedh te të folish ventativ. Për 10.000 vetë ti mund të folish, rahat. Në kisha folë, ama që da folish me këtë emër. Halil Jakupi. Adje, do të ndroj emrin, me këtë emër s'ke kredibilitet adje. Si dhe vëndish? Emrin, pse emrin të ndrysh, si dhe vëndish? S'de kisha pas që të konkuroj si deputet me këtë emër. Pse vëlla? Thjesht, më kujtoj për moment që Ka kjo ide ide. qartave njeriu. Vëlla, nuk du. Ta kisha emrin drejshe dhe kisha bo deputet. Për shembull, një emën deputeti, si dhe Ksamil.
Samil. Kjo më duket e ka këtë si pasoj se nuk e kalon gostivar, se o sheri. Mundet. Macedonis, tra i dul në Shqipëni. Pse Samil? Samil, Halis Bellak Samil ta kisha emrin mbi emrin Joneri. Ja, taj. Që kur thërin atë në foltore, kush ishte kryetari i parlamentit? Zulkiflia. Afrim Gashi. Përshëndesim. Që kur na thëre kryetari i parlamentit, thotë zotri Samil Joneri. Urdhëroni merrni fjalën. Ndreshë sellën muhabeti atë. Ja. Zotri Samil Joneri. Nego parime zotri. Sa milioneri, ha? Folën pak më pas të shqip aty. Edhe i rregullon do punë. Ashtu. Po. I rejtën fjokët. Në që bulke dhe kisha bon atë. Ashtu. Unë mendoj se nuk je për politikë, Lila. Me thonë, kisha mendjen duke marrë parasysh afinitetet tua të gojës, se mund ti është deputet i zëshëm, ama mendoj se nuk... Son qindrone ki. Ma merë. Nuk ki për qindrona, mund bëhet Dhe një skandal. një skandal. Ma shumë unë dhe isha bë dhe një direktor ke komunaleci, baba. Ashtu. Gjë e tjera janë për mu, faso fiso. Leket, muhabet, nuk jeni për politikë. Tej, Halil, sidomos, nuk shkon politika vllare, që ti qaj dert këti qani. Jo mi ati mendimit e në unë, zotri regjia. Një dorë trokiqë. Prandaj, Respekte për tej. Me që përmende Samilin, e shoh se bën piparës. po, Nxefat. nxef nisa. Nxef ato se jemi në verë i dashur Halil. Oficialisht? Oficialisht jemi në pushime verore. Po, Njerëzit djalit kanë i nesë sosi bëjnë shkollë. Pa, njerëzit kanë nesë bëjnë plane, ku do shkojnë det. Do të shkohet në det, o vlla. Po, duhet shkohet në Ja, ditë. nuk Duhet duhet shkohet. ki nxef. Dë shkohet, i lumi ai që dë shkon. Që ka dë shkome. A që ka dë shku, a që nuk ka dë shkuhen. Hajde do gjindet, do shkohet. Ai që ka vjeni kup gjoja për në shpej për Ju shembull. çfarë planifikoni për shembull? Se ti a di Që nësa të bëj ofur. nëse në të bësh. Ska ditë për dë, që se bepi ke gjithë mosh ku ishin ditë. Bash kom se bëj fort. Ha? Duhet mërë mobilje për në shpej. Një kup Mobilje mobilje, pa. Një salon duhet ta mush. A, jo, shkollaj pon. Si me Ali, kollaj. shkollaj pon, vlajdat në e fjatit. Ha? Dhe shkysh vrapqisht ke kushe e im qelik mebel. Di gjemësh mobiljet aty. Ashtu? Po, ka njëri u kujna, regale, spalna. Ke mor spalna në? Po. Kiti kia aty me vlajnë, mobilje, dirë bën për ke shpeja. Ashtu? Bile, ka në një ofertë qelik mebel. Hajde për hajde. Kush bën shpej 3. E ne i goditën mobiljet ke qelik mebel. Dirët e shpejës i ka falas. Ja. Dhe me thonë, mobiljet nëse i bjin ke qelik mebel, dirët e shpejës i ka falas pi qelik mebelit. Bravo. Se ne mund ta këndosh atë kohën që unë e çeli derën. Hey, Unë e msheli derën. Qelik mebeli e qelen e ne ta mshelen derën. Ashtu? Po. Ta çel derën e ta mshel gojë. Respekte, po. Lutem. Nëse nuk i kom hallet për të bua shpej, Nuk shpejnë e ke bot, e ke dalë, shpejnë, më renda i e golisht. po, duhet mushëm. Duhet mushëm. Dhe thire, E ne prandej pushimi pak është në pikpyqje, ama Henke besoj luks, se ja. Da qa dalim. Ja e bëjmë si e bëjmë. As kujt si kallëzim. Ideja ja dalim. Lila, unë mendoj se ki komunisti, se kështë ka dalë për rolit komunisti, dhe ki mendon se ne kemi haro. Ki dhe buhet dhe ngreni kredit vogël, Kredit po troshu që- bashki kredit. Pa, Ashtu. dhe buhet dhe njësën të jashavi shte i postet. Me Tu i la komët, Tu i la me papuçkat. Kjo pedalinka? Te afaristi dashur. Unë afaristi Çfarë planifikoni dashur, për këtë planifikoj të shëtis bregdetin shqiptar. Si se cilin vjet edhe këtë gjë. Respekt. Se Antaljat mo jon bo Pelin. pelim. Nuk preket me shkop. Shëtejs, unë kom qef shëtejs ka Shqipneja, dhe shëtejs e në si mjetë, mendoj, shpresoj, besoj, Zoti na dha shëndet. Kina ku të shëtejsim shikir Zotit. Kina, mashallah, Shqipneja qësh nuk ka, gjimsa e Shqipnejs me troll, gjimsa kit me djeto. Ma pa ka Loç. lezet, Pesi. folën shqip. Pësi, knoq. Ma shumë se gjimsa o det, nuk gjimsa. Po, ma shumë. Lila adhuru si bregdetit shqiptar. Ku Po. piku dhe e kjesh starting pointin të i lifton? Starting pointin që një 3-4 vjetët e fundit e kom Dursin. Durs. Mendoj ja Duraco. Duraco e kom si do të them. Ku se më shkon ke shpeja.
Ateisto. Plus asaj ne kina atë në besën e gostivarit. Po, që një dorë të Han, pejn, knoqesh atë, e në ushqim të mirë ka, e në staf të mirë ka, po e në plus shoqe kom vllajn unë atë. Shkoj me han bukën atë rahat. Pi atë dalim rem një ditë 3 ditë ndurs, e ne morim te poshmo, shkojmë ka zona ime, ka ministria Ksamili. Kësa milioneri. Ka Ksa milioneri te poshtë. Mirë, s'ke faj se në ndik ka zona jota që duhet me vërtet kësa milioner ti është për qonë, se ka nisë deti pak ma i shleshët të bëhet aqe. Shqepët. Po, pi ma lirë, ma shtrit shkon te Te poshtë. poshtë, Ama no, mendoj dursin e kom unë e favorit një herë, kështu, se collët e vogël. Njërsa të rejte, njërsa të buen, sho o të gjatë sun marish, problem. O me që jemi këtu se të vëndërpres pak. Keni shijuar pushime edhe single, edhe të martuar. Te Alil ke shijuar edhe me fmi, te Adis. Adisi dhe kjetë sefte me fmi, më duket se Nëse si shkojmë mjetë. pushim, Nëse shkon pushim, po. Nëse shkojmë pushim, po, nuk do jetë si mu i mjaltit ajo, do jetë si mu i collit. A te më folë se nuk e din. Tek dhe shofish se si jo të shkush pushim me collin. Me qenë se ra fjala Adis. A te du shatë dale nu. I dul dhomi cotës, ha? Po, i dul! Urime! Hajde urime. Dishkoj. Inshallah rejtet. Rofsh, falimderit. Stër gjyshe. Falimderit. Ta i presim dhomët nol t'i dali. A e fkate Royal Eventsin? Nuk, pse? Po, të ta dekoron në shpejen, nuk ishte aheng familjar se dul dhomi atë, nuk i fkate komshilare, Po, nuk. darsëm zbone. Nuk, beno, nuk bona. E po, kur dhe bësh me vlajnë ta dish se duhet ta fkasish Royal Eventsin. Ta dekoron darsëm, fejes, martes, dhomi par kur djet, 6 mujor, si qish ka për dekorim, qish dhe kjet nevoj, mund të paraciteni te royalevents.mk. Respekt për Royal Ne se Events. nuk i di unë këto ceremonia. Që si bëhet si Po, nuk e di. da A e dina di. don ti dish. Dhe i dish. E po zardi qonë ti mësësh taj. Se Ama shte që, tek dhe shofish që dhe je kish në pushim, ashtu? nëse shkon. Unë Nëse besoj se shkoj. të shkoj se te je komunisti vjetër. Po, të shofim taj, nuk premtoj, ama nuk e di, nuk i di e ta ala. Shpresoj E lishoj buka njone. Shpresoj që të shkoj regjia. Po, pse mo shkosh? A thoi me collën më ndrejsho, ha? Qa Lila dhe diftoj për eksperiencës. Nuk ka pushim me collin shkosh. Po që ha? Se be për të ndaj me gruan. S'ka pushim për të 10 vitet e ashme. Me vërtet? Me Mon frek që taj? Ndash frekun, njerë të pikës pari shumë fish me gruan. Në Shqipëri pushim ku të shkosh. Qa? Po, ajo do fije me collin, Po, si? që man e galen e collit. Te do të qese për jashta. Po, ja, taj. Po, s'ka atë, që do bësh atë, duhet rahat të resh një javë, su ndërresh të bësh kium, atë, gjësh si uluron colli. Ti shkon ke plazha dhe shtrejesh, Po. ku dhe shtrejesh ke plazha? Bjerma e mziku, bjerma shishe, prejt pelenën, shko mere atë, shko bone këtë. Të mu frekën kësho dhe. Nuk o muj mjaltet kjo, muj pek, ashtu, oftlito kjo. Mu i oflit. Vërtet, nuk ka pa coll ishto si me coll. Shefe regjia se ju më bët taj mu që më shkojmë pushim, a me kas ma bëni No. këta që shë pona? Te duhet shkosh, nuk thëm ne te më shkosh në pushim, ama dojo hazër se dhe jet i sikletshëm pushimi. Ashtu, ha? Si be pushim ciklet shumë, ha? Sikletshëm e na qish sikletshëm? Sikletshëm. Qish me bua? E po ta i kërkon ndihmë nga miku. Po vlla, folni se ju një Te e vlajta diftoj ma te me qish duhet përfush. bësh. Që ka dalë ta për jashtë O, ku shargarin po taj. Të më qilet seni. Te nëse do të kalosh pushim mirë, A? mo mendo se mund të shkosh te gruaja në colle e të kalosh pushim të mirë. Harroje këtë. qish No. bidatesh që. Nuk ka bidata, ajo është eksperiencë personale, diftoj vllai unë. Te se unë vete kom ka përce këto po. Ene? Një sekond. Dhe pëje. Te ja dis pëse s'pi për qurshijat. E, me më më teki. Nëse do të kalosh te mirë, ka një qëtë suksesi këto, lumëturie. Te duhet gjosh një njeri, qoftë kusherink, qoftë matër, qoftë në një sluka te, që do vine me te, Ndihmëse. ndihmase, në stamno, ne morish e natë pushim me vete.
Ja. Po, Qish fol bate? po vëlla do të nefe ajo ke punët e collit. Dhe ti bën e shoqnejen e gruas tonë, qish di nefe dhe me qish duhet bua me collin, se colli jo prioritetin pushim. Nuk jetë e pon me dietin me plazhën me këto gjëra. Ti me collin ke. Mo e di ke dilli. Mrapa kjo komunist ki don ta shfrytëzoa. Pim 5 del në plazhë. Unë du ta shfrytëzoj plazhën, unë për të qatë shkoj, që të di. Këto nëjse në pushim 3 natës që të mrejnë 6 sabadje, më 7, e në dit në plazh dali. Po edhe. Pititën e parë njem 8 në këshom mrejnë ke plazha. Me qadrën time na. Qish do bësh bure grua të ja, vet. Po qish do bëj? Do më pak e baj colli të ja ti. O, bësi. Ti, gjoj vlajnë ti. Pi eksperiencës diftoj. Merë një sluk me vete ti. Si be sluk? Dhe dale pak mashtrin, vin kjetë. Po duhet ti paguje në dhome, në Po qametën, duhet ti pagush nëse do të tresh rahat. Dhe gjosh të i dhe një pension që. Po si dukem dhe një shaikun të. O shaik, të nisoj nëse shkon me grua me coll. Pushim me grua me fëmi. Po. Te një qadër së në marish. Di dhe marish. Se ke njona dhe re gruja, ke një ashtu shëzlon. Dhe re gruja, ke njona dhe re colli. Po si. Te ku do resh për bës? Ndilla. Qadër? Kështu që dhe marish di. Di qadra. Që mot jesë ajo bush, dhe marish edhe një person të tret që dhe të ndimue na ma imzikun, qa ma imzikun. Kon mund se ju në ozët në ishte, të more një person tret paguj. Te ki e mundse, unë nuk e di. Duhet ta bësh këtë nëse don të kalësh pushim të mrekullueshëm me vllai. Nëse don ta shijosh atë pushimin, do marrësh në një me vet. Do me thonë kjo sekreti. Kjo sekreti. Sekreti lumturisë. Unë personalisht kom gjet një sluk. Çe ku? E vërtetë. Unë me mikun kemi bërë ca pushime bashkazi. Me vërtet? Po, kom shko pushim ene pa fëmi, ene me fëmi. Ja kom pa hajrin, ene pa fëmi, ene... Si u zhvillo, bash më intereson. Si u zhvillo. Për shembull, kur kom shko unë pa fëmi në pushim me mikun, jina knoç. Ma shumë se sa me fëmi. Folim unë për vete folim. Tej se di si... Personalisht e hiqe... Tej si e ki atë eksperiencën. Pa fëmija me fëmi. Ndoshta ajo se ka qenë pushimi i fundit pa fëmi na ka met neve aty. Po. Amo, ene kemi bo qef. Bom qef. Ishim pushim, nuk kishim gajlen e colve. Më quashim sabah, hajshim sabalekun. Lashim kur dushim, an det, an bazent. Bile atë verë ne u knoqëm e në unëzëm ma shumë se kitë se nuk rejnë hi atë i të arrush sollin, kina luj volejbol, dërmo kina bome. Valë, unëzëm u bom qimir me me kuna. Me Gjermon lushim. Gjermon e Gjermonka. Onka. Valë. Kështë më keq kupton e në grati, kështë me vetë. Po, na qoloshin, bëshin tifo ata. E në pse zbubështë shumë qifi, ama s'ka lidi. Une isha Supermani, ki ishte Terminatori. Po, e vërtetë. Mas asaj na lindën collët. E me tham me mekun shkojmë pushim, ku do shkojmë pushim, se s'unë shkojsh larkë, sun marish, avion sun hipish, colli vogën. Ja fejtëm Shqipnej. Po si. Po unë se disha se meku o shumë funksionar. Si me ndonë? Po ne morëm një vill. Ku nejtëm me një otë rejnë të meku me familjen e vetë, me një otë, une me familjen tim, ene me femi, të dy ishim. Bu është e sabah, meku sabalejkat hasën. Qishtë? Hasën me vlajnë collët i ushqen të ke astalli si në kinter kartel. Bravo. Abe duhet ma colli ti ndrohet pelenat, bojë kësho gjoja sende. Njeriu ishte multifunksional, da dilk mat me në zhivot në kompaune. Për ndreshe nofkën pushime ka none move. Mashallah. Big Nenja, nejfën pushim ati është i shërbyshëm, i shërben pushimit, e në paqes e në pushim. Që si ma bon qefin, në më thot sluga taj. No, ne shkon bashkë pushime. Se disha se që i mejro me ki për pushime, nuk du ta propushtas. Valle, bile, kur vim po në pushime. Bukiratët e kom mekin që i kina bo nja 3-4 pushime 5 bashkë. Ma une si mjetë kom vendos ta nëroj strategien pak, i dashër. Kush don, si thote, kërën ngren gishtin ke sponsorët. Kush don pushim të këndshëm, me mikun, dhe t'ja paguj cekun. Ma pagu një pushimin si du një fime ju në pushim. Atëra, mund të të morën e te... Ta morim gjim, ku në te Na dale mali. Nuk o kunak. Del më qosh.
I den qoshe. Polla. Balla i den qoshe. Me i shërbyshëm për pushim. Nëse e paguni pushimin, unë jam... Pro, për te, Pra. dhe shofim, dhe Ja, gjemëm, më dhe kit ju diskutojmë. me argjimet tuja. Me argjimet të tona, Po. E në benzinën do të ta paguam. Na benzinin, kujt më paguaj benzinin. Me që se mam teke te mejrë folën, a më te a ke pa një ka që qërëm, ku dëmor një rive, vla, e në njotë fesën që ju s'kom vend. S'ke vend ke qirë, ja? Më nuk kom. Jetoni pa brenga. Mos mërziteni. Do të mor vlaj, do të shuj ke momoja, në Shkop. Në ta marim një automjet, rentakar pak ma të motë se sa ajo si e kje. Po. E në dhe fejsish me momën pushim me vlajnë. Hiq pa problem. Thua? Po, nuk e ka problem njëru. Sa ditë dëresh pushim? Një 7. Bujrum, depozit nuk duhet asni sen. Tak qire, na qire, sa të fejt janë shqipnej me vlajnë. Buje pushimin e në dhe të kesh pa asni problem, hiq. Bravo, Tak. ideja ti ka të forta, që Po kam i qyre ka e vetëm, këta. me thënë, njeriu është Respekte. vizionar. Te i mjafton dush, qkush. Po unë du që Zidje ka, si dush. ka, në braniku në kom bilet thit këtë qërja, se Pa. që nisem as se si regjia. Sheve komunisti, e ka branikun. Si Nuk të se- braniku qip? Parakolpi a propakolpi? Vërtet, si të mbraniku. Prapakolp. Propakolp, A më nëse kura kolp braniku quhet, tamam, rregull. Kolp, po ma, Unë ja e para pash jam ke qirja rapa. se ishte varaj. Po. Prapa kolpi, jo. Si e kishe, në parat nuk është problem me vllaj. Bile dhe shfridzojnë e pushimit. Dhe shfrytëzosh, para mund shkoj shtej ta çush qiren ke Haliti, ke koshiu i miku dashur, ke lakeri atë. Me neve mualla na çon kështu, i shërbejmë paqes. I shërbejmë si- paqes këto, dhe çush ke auto laker Haliti atë qiren. Dhe ta rregullon atë branikun, po edhe ta linë dhe ta polirase qiren çish duhet I të bon tipone. Po i bon kit se ajo ishte bo rakateshka ajo e jote. Do shkosh dhe e morri si ke pip marajdi qiren, nuk dhe e njofish atë. Mund ta gjemoni në auto laker Halitin. Pa. Respekte, Lutem. respekte. I sos kit të pon, qeren e lën laker, me rentakar i hip qeres, mikun me vete, E ne shkon. shukat me pare, pa pare. Pa pare zvinte, ja? Pa Nobe të pare, si kretarlëku i këti. Dhe bëme Si kandidaturë e këti, pa pare nuk ka. E, shumë argjon të i. Elektorat. Se E, unë nuk jam- besoj se mund të të majtë të kalë zidri. Union 5.0, Te benzin. i e benzin. Nino, unë do e shfrytëzoj. Qips. Ne rregullojmë këtë Qështë çështje. të bëjmë kur dhe ki është e... Dhe bëjmë një biznis plan. Kompromis. Ate më mërzi. Dhe ndajmë dish dhe ndajmë. Në më shtrejmë një mejra. Me. Respekt për ju. Shumë ideja ka. Shumë çikolata hënë, regji. Ju i haroni ata të cilët e mundsojnë në realizimin e këtij podcasti. Për në qast, në duli prej mendes. Nisi. Hajnëm ke stajla e sponsorave. A mund ta nesi une. Hajnë nese ti. Ho, Elteko për ju ka një ofertë të dashur miq në Gostivar. Do me thonë, ju mund të zgjidhni 5 artikla me çmim 50% të ullët dhe të zgjidhni artiklin e 6 gratis. Falas. Po, do me thonë, i zgjedh 5 produkte me gjim çmimi e në produktin e 6 e merr gratis. kjo i bi 5 plus 1. Plati Bën 5 gjashtë. zemi jedna. Në me 6, merë, di e gjim s'pagun. Kjo. Me Po, hesap që Do me që thonë, kështu. shumë Bravo, oferta ishte Matematik. shumë e mirë. Do të thonë merr 6 pagun D gjymës. Po, që është i Bravo, vin matematikisht. Një Ditë dorë kudo? trokitje. Elteko. Faleminderit shumë. Vazhdojmë. Buonasera, Senjora e senjorin. senjora e senjorini. Kush don automjete të mrekullueshme, pa kilometrazha të kime, e ne pa prevara, mund shkone ta gjemone automjetin ke Auto and Web në Itali. Italiano. Në Arrivederci. Itali pi 5 një 500.000. Pim 5, njerë 500.000, monten e matiqet shkone, nuk ka problem. Hiq. Agram Construction, Kusheri. kusheri. Kush don të bjine banes. Ska lidhje sa kvadrat. Mund shkone ke Agram Construction e ne ta gjemone 5% zbritje. Ose, kush goditën të bone shpej ke Agram Construction. Projektimin e ka falas, e na jo i bje dhe kundi ka 5%, mo e haroni këtë. Dorë trokitje. Be invisible. Për kit ato vilic shtremtit. Shtërbët. Si kanë dhomë të shtremta. Mo frejgjeni mo se nuk ka i zjet e drejtomje dhomve. Mund shkoni ke Be Invisible në Kërqov ose në Shkup.
të vas keni rase vilicën vllaj, doktori dashur, ene të vubone do alajnera, të cilat nuk vu apin shumë mizijet, dindroni kadale, ene dhe ti zbarni dhomët, po ene dhe ti drejtoni dhomët. Dhe me thonë drejtohen për frege. No pi frege, pi alajneri. Ledicom. Qish tom për Ledicomin taj une? Kush ka... Fjalët janë të tepra. Fjalët janë të tepërta për Ledicomin. Kush dont ta veshe telefonin me raqet forta. Me raqe vere. Me raqe vere. Kush dont gjemone oprem për telefonin, për tabletin, për laptopin, për kompjuterin, mund shkone ke Ledicomi. Më intereson, a jep me shumic Ledicomi? Galante, kiti jep me shumic. Qish dush, ma shumë telefona se ke Ledicomi, kit Macedonin mblidhe nuk kanë telefona se ke Ledicomi. Dash telefona, dash fotrolla, dash qish do që dush në lidhje me elektronikën, mund shkush ke Ledicomi, ti morish ene me pakic, ene me shumic. Ene plus asajna. Time që të vuheje telefonin uj, mund të qojnë servis ke Ledicomi. Dvaqese ujt. Dvaqese ujti. Vazhdojmë? Vazhdojmë. Podcast që me stilo të vishur në Buticue e stilo. Respektilo. Falderit e stilo. Respektilo. Na ka ngelur vlak. Gishtin. Vercolung Logistik AG. Kush don transport bone, ose kush don carind bone, dasht në Shvajcarsk, në Zvicër, po dasht në Macedoni, mund shkone ta gjemone këtë punën ke vlak Vercolung Logistik AG. Me qëra fjalla mund theri njoni sot telefon, tha dhe vlagu, ja dhash numrin, thash, kontakto direkt, zotri. Ja dhash numrin e Maqedonies, që vlagu kajnë këto në Maqedoni numërën në Zvicër. Po vlla, ne pi këto çon Maqedoninë, ne pi këto çon Zvicër, faktikisht ne pi Zvicër ato bie dishin Maqedoni. interesot pia që të ka, si do që tjetë, Eksport dhe import. me thonë, sos pon. Plus asajna, për adisin sot kemi një dhurat. Ha bakallam. Ajde që Ako Gradba. E ka shpall zotri Adisin Gletiraci ma I miri vitit 2024. 2024. Po 2024, se 2025 Alaska sos, për 2024 e kanë bërë revizion dhe shokun ton Adisin e kanë shpall mistriash ma I mirë I vitit. Falnderit. Ke pak të shof, pjaltani. Falnderit për këtë Gletalic 24 karatçe regjia. Ja, s'jo. Pure gold. A mund të ta bësh frizurën me atë, që të shefish si bashkire? Nuk I ka ato s'ka ku troket. Ato që për plaçë që jun. A nuk I ka ajo, atë nuk I ke. Pa na jo në unë. Ama në merë është për plafon më ndë. Si o bo Adisi, gold digger o bo. Ako Gradba, që bën furnizimin e mbi 100 pikave shitse që merren me shitjen e materialeve ndërtimore në Macedoni. Po ashtu, është distributor general I disa brendeve botërore të cilat janë 2 pika. Mladost, bloqe dhe qeremide, Hasan Dekor dhe Dekor, role, gletalica, valaka, nuk folim për këto materiale që bien një herë në fugën ke kanta. Këto mund t'i përdori se jeta, laj e baj. Hasan Dekorin e përmendëm, Misa, uplata polimeri, ose shaltafna, ashtu I thyshin me ki. E këto jon do shaltafna polimeri që vetëm na për filma e James Bondit mund t'i shofish kështu. Naučna fantazija, është një teknologjia më e re që mund t'i gjini vetëm ke Ako Gradba. ATM. Nuk bankomata, po ATM është një firmë e cila shet shkallë që I mbajnë ma shumë se 1 ton. Kështu njerëz si te mund të rejnë atë, nuk e kam problem. Nuk shtremohen ato shkallë. Mund t'jeki tavon kështu. Number 1. Silikone, purpen, materiale ngjitse ose fryerse. Po si. Kahe, aksesore për xhama. Ja parlar. Kolica, lopata, kopaça, grebulka, këto kit shishon me shkopi, fturqe, kit mund t'i gjeni ke Ako Gradba. Dhe së shpejti, Ako Gradba ka një produkt I ri I cili është anonim, po dëmrejnë së shpejti, është një ngjyrë e re me ku, këtë besoj se din as te,
Me këtë ngjyrën mund ta lish hekrin, mund ta lish drunin, mund ta lish betonin, mund ta lish adisin, mund ta lish qerin, kolicën, e collit, kit mund t'i lish. Po si. E ne zbon asnjë dom, ama është anonim, këtë duhet shkojnë ta gjemojnë vetëm ke Akogradba, se në Maqedoni vetëm Akogradba do ta kesh. Respekt shumë. Bash më intereson ç'ky. Kujt i intereson dhe shkon e ke Akogradba. Do shkojmë. Sheve kimat. Biletarica. More me të merak, vallaj bile, shumë mirë. Vendojnë në Rom. Alton gjit. Nisem ke dora. Po ashtu, sot kemi edhe një sponsor nga Zvicra, e cila quhet Steiner Home Design. Që një dorë trokiqe. Po planifikoni të rinovoni ose të mobiloni shtëpinë tuaj, në Steiner Home Design AG në Efretikon do të gjeni gjithçka që ju nevojitet. Plaka moderne, gur natyrore, parket, banjo elegante, kuzhina funksionale dhe pergola. Të gjitha nga një ekip profesionistësh me përvojë. Respekte. Ne ofrojmë 2 pika. Planifikim individual dhe vizualizime 3D të projektit tuaj. Zbatim me cilësi të lartë dhe në mënyrë të qëndrueshme. Na vizitoni në showroomin ton mbi 600 m2 në Efretikon dhe gjeni frymëzimin për shtëpinë tuaj të ëndrave. Steiner Home Design AG. Respekt. I meri jeti kur e mendon kështu për t'i dhënë lajmet. I japi me lajmet e orës 22. Respekte. Billim Silent e sajlën sponsorave. Edhe sot ditë xhuma na kaloi. Shëndosh e mirë. Vendoje këtë Ba nuk ma jep mu? trofeun këtu, atë i vendoje ta më prishtaj tutem dhe majm ram xhamit dhe fesim këtë. Okej. Si trofeun ton të shumë pritur nga Akogradba. Kështu që ashtu që Lila Kështu ne që mendoj se duhet t'i falenderojmë kitë këto që na kanë mbështet pi në episodin e parë, mendoj unë. po, dhe ti falenderojmë mendoj epizodën e radhës, pasi Sepse që dal nga dale po i vim edhe fundit, por jo vetëm episodës. po edhe podcastit. Se cila gjë e bukur ka një përfundim. Një fund. E në një gjo jo e bukur. Edhe gjës jo të bukur ka përfundim, po në këtë rast gjë e bukur o ky podcasti që u zhvillua 16 epizoda e në radhës dhe jetë e 17, e cila dhe të jetë finalja e podcastit po çuçkat. Një duar trokiqe, por a mendoni ju se duhet t'i vi fundi podcastit ton të dashur? Po, si tash be në unë regjia, se cilës gjotë bukur i vim fundi. Ne duhet pak dalim piskene, ti shofim ato kalamoj e... Edhe ne imi insanu e modë. Me thonë, keni nevoj për pushim, a? Po kena nevoj për pushim, regjia. Ta keni nevoj për pushim, a te Halil planifikon kandidaturën? E planifikojmë kandidaturën e ardhshme të a deputet, a kryetar komune, a kryetar shteti nuk i dihet, O, Eliash. Hajde be Lilo. nuk është e vërtet. Planifikojmë një projekt 3, Enciklopedi. enciklopedi, të cilën dhe jeni të njoftuar pas pushimeve verore. Që ne ko pas kohë, që e bom sikur kjo epizod e fundit, nuk është kjo epizod e fundit, kjo është epizod e para fundit. Po e paralajmërojmë se qajt me të kjetë epizodën e fundit. ka- Pre me venosh, ha? Si maturantët, a? Jo, ne nuk do t'ju mungojmë të dashur miq, se ko pas kohë gjatë sezonit verës do t'ju rikujtojmë nga një video të shkurt, besoj unë. Po, besoj në unë. A, besoni ju. Po, pa qeta. E si me Kurse. Më harroj ta thom. Hajde. Ne tek sa po kemi filluar me gjëra. Ju nuk keni pa gjë akoma. Po. Lili, shargare për ngre X, se ne, si mu ta mbyllim ndryshe pa këngë. Të dashur. Do t'ja thurim edhe një këngë? Se sot e kemi fillu me këngë, do t'ja thurim një këngë. Një këngë. Si do t'ja titullojmë këtë këngën? Kënga e kryetarit. Një duar trokiqe për këngën e kryetarit. Aj më Lila. Se shna thiri kryetarin mbledhje, o, në mbledhje, o. Kota te mi leti Don ti mbledhe, o, ti mbledhe, o.
Aman aman kryetar, të që punë mbar, por popli nuk kanë bar. Mos më shiti patriot, as kush më nuk beson, as vetë se din ka I e ka shkon. Aman aman kryetar, të që punë mbar, por populli nuk kanë bar. Mos më shiti patriot, as kush më nuk beson, as vetë se din ka I e ka shkon. Kështu që bësh kryetar, këtë kojnë himnin e Do ta fushatës kushtoj këtë kojnë. I përshëndesim të E gjithë ka për shkapin? E ka për shkapin. Hajde Lili tej, përfundohe, unë dhe të përcjellim me këngën e kryetarit. Unë të bëj ritë. Telespektatorë të nderuar, faleminderit shumë që na ndjekët deri tash. Mos harroni të na bëni subscribe dhe mos harroni të na ndiqni episodën e fundit të Natcastit po çuçkat.